kemi pas një elitë në shekullin 20 e cila ka investuar në arsim, ka ditë aq arsim sa kanë pas shtetet tjera socialiste, ose ka dash me mrit spaku atë nivel të shteteve socialiste. Kosova e ka një problem tjetër sepse ndodh okupimi i Serbisë, pezullimi i autonomisë i asaj kohe, lufta e të tjera. Dhe këtu humbim, po megjithatë është një elitë politike e cila thotë të vazhdojmë edhe me sistem paralel, po të harrojmë arsimin i tillë çfarë është. A është, domethënë, pisa produkt i mungesës së një projekcioni politik për arsim? Po, sistemi paralel, respektivisht situata e viteve të 90-ta, patjetër që ka lënë gjurmë në, si të them ashtu, degradimin e cilësisë së arsimit. Ajo është diçka objektive, sepse të punosh në shtëpi private, pa kushte elementare. Po, mendoj që ajo ka qenë zgjidhja e vetme dhe ka qenë zgjidhje e mirë, besoj që në një fazë më vonshme unë do të pyes ty diçka në lidhje me këtë dhe do të kesh përgjigje më të elaboruar me që në atë kohë edhe ke qenë i përfshirë në ato strukturat që kanë marrë vendime të tilla. Po e kisha rujt strukturën e misionit tonë, prandaj po e ruaj për fund këtë. Dhe sido që të jetë, mendoj që neve pas luftës, respektivisht pas përfundimit të luftës në Kosovë, nuk e kemi vlerësu sa duhet rëndësinë e arsimit. Do me thënë, thjesht është dashur ta shohim se arsimi na bën konkurrent ose jo konkurrent në botë, respektivisht në këtë rajonin ku jetojmë. Dhe thjesht nuk është investuar në arsim atë sa është dashur të investohet. Dhe me investim nuk po nënkuptoj vetëm investimet materiale, vetëm mjetet buxhetore, por thjesht edhe angazhimin, edhe punën që duhet bëhet me shkolla e tjera, në mënyrë që të arrihet një nivel pak më i lartë. Tash po të ndërpres, sepse këtu kam një mospajtim fillestar. Ti po flet si ekspert dhe thu, ne nuk kemi investuar, po nuk e kemi pa rëndësinë. Megjithatë, brenda shoqërisë ka dy elemente, janë dy elemente të cilat e kanë pa rëndësinë për një kënd krejt tjetër. I pari është zaptimi politik i sistemit arsimor, si çdo gjë tjetër, domethënë kontrolli politik i gjëra. Edhe i dyti është kontrolli financiar, gjithsesi shndrimi i arsimit në një e ke edhe ti në analizat tua në profit bërës, domethënë arsimi shndrohet si fabrika e sugjukut, si ndërmarrja ndërtimore e tjera, e ka të njëjtin objektiv që të krijojë para. E tash kjo e para që ka të bëjë me ndikimin politik ndërlidhet me të vërtetë me një farë përcaktimit e ne që çdo gjë të vihet në kontroll nga elita politike e cila është në pushtet. Edhe kjo shpeshherë ka lënë ka dhënë efekte shumë të këqija, sidomos me rastin e emërimeve të drejtorëve të shkollave, kështu me radhë, të cilët në një periudhë të caktuar kanë qenë pothuajse gjithë nga partia e cila ka qeverisur qoftë në nivelin qendror ose në nivelin lokal dhe shpeshherë edhe të zgjedhur pa kritere. Mendoj që kohëve të fundit në këtë aspekt situata është përmirësuar pak. Përndryshe, sa i përket politikave, unë konsideroj që nuk është se ne nuk kemi pas politika, ma tepër ka qenë mosbatimi i tyre. Do me thonë, Kosova ka strategji të arsimit prej vitit 2002, kur janë marrë këto kompetencat prej UNMIK-ut, ajo ministria parë e pa të kriju një strategji të arsimit, pastaj tjetrën, mirë, po asnjëherë nuk i kemi shku këtyre strategjive as deri në gjysmë, e mos të them deri në fund. Dhe me thonë, nuk është ditë se çfarë duhet të bëhet, po thjesht ato gjëra nuk janë bërë. Sa i përket këtij aspektit profitabil, kjo ma tepër ka të bëjë me disa institucione të arsimit lartë të cilat janë kriju kryesisht mes vitit 2005 dhe 2010 në atë periudhë dhe kanë vazhduar punën. Është vërtet që ekziston, domethënë, një bindje në opinion se disa prej tyre operojnë thjesht në bazat të profitit, pa ju interesuar fort cilësia, mirë po
nuk mund të themi se cilësia është shumë më e mirë edhe në Institucionet publike. në disa nga universitetet publike, apo jo. Edhe në disa prej tyre, jo në gjitha operohet pra në mënyrë të njëjtë, edhe pse profiti mund të mos jetë motiv, por shpesh herë është motiv që studentët të kalohen në mënyrë që institucioni të jetë atraktiv për prurje të reja. E mora për këtë çështjen e dytë, për çështjen e parë është interesant se tentativa për kontroll politik fillon ende pa pas pushtet në Kosovë. Me njerë mas vitit 99 fillon përpjekja për kontroll politik të shkollave, si edhe çdo gjë tjetër. Por të çështja e dytë, i pash analizat e pjesëmarrjes, domethënë e përqindjes së institucioneve publike në Gjermani, universitete publike dhe atyre private, numri i edhe të institucionet jo publike kemi të bëjmë me një emërtim tjetër, kemi të bëjmë me universitete jo fitimprurse, institucione publike jo fitimprurse, çfarë janë edhe shumica universitete në Amerikë. Ato me të vërtet paguon, por nuk paguon për të kriju profit për pronarët e tyre, sepse nuk ka pronar. Këtu kemi përqindja e universiteteve fitimprurse është dikun mbi 40 krahasu me universitetet publike, që na bie dikun të vendet e treta të botës. Dhe si mund të kemi integrim në sistem edukativ arsimor evropian nëse kemi këso përqindje?